Kjo e shtune 4 tetorit ka rikthyer fadromat dhe mjetet e IKMT-s në zonën e Thethit për të vijuar aksioni kundër objekteve të palishme. Ditën e sotme është parashikuar që të shemben të paktën 8 objekte, 2 dhe 3 kaqe, ndërsa edhe disa objekte të tjera 1 kaqe. IKMT është rikthyer sërish në Theth për shembjen e 35 objekteve të tjera pa leje, godina 3 katëshe dhe shtëpiza Druri, për të cilat janë marrë vendimet përkatës nga IMT. Djetra forca policie bashkë me inspektorët e IKMT dhe IMT të bashkisë, forca Gjenjo dhe Fadroma kanë bërritur që në orët e para të mëngjesit në fshatin turistik të Thethit, duke vijuar aksionin e lënë në mes gjatë verës për prishjen e ndërtimeve pa leje. Fillimisht ndërhyrja ka nisur tek një objekt 3 katësh i ngritur vitin e fundit. Kjo godinë është vendosur që të shembet me eksploziv tritol për shkak të lartësisë dhe pamundësisë për ta shembur përmes fadromave. Det Kola, pronari i banesës që do të shembet me eksploziv, shprehet se nuk jemi njoftuar për prishjen e objektit. Asnjë lloj njoftimi, se më na fa njoftuar një veten çik më të liruar. Bile se më kanë bërë rrethim të pa në mes në orën 5 mëngjesit, që janë traumatizuar gjithë familja. Unë për fatin më të mirë isha sapo isha zgjuar, kur dola në borë dhe isha rrethu shtëpinë 4 anë, sikur nuk mund nejt edhe pa folu, thash me pak janë kriminal me pavra 30 veta, ky rrethim thash nuk ashtu. Hajdeni, pim kafe, rrim thash, kur të vinë njerëzit vazhdojmë bëjmë shembje të kësaj punë. Thash me çikën jarë për këtë punë. Mirë, po s'na lan as me u rrethua, as me afrua, as me shumë me nxjerr as se një lloj materiali është ishte gjanje. Po vlera te 300.000 euro kalon atë aty anë. Ti vlerësojnë ata që janë arkitektë. Po e të pagu me i kalojnë ata. Dinamiti do vendoset, do jesh këtu, po do ishte me nejtë, me po drejt për drejt online prishjen. Që do i bëjmë? Bëjmë luft me shtet? Luft me shtet bëjmë do të. Unë personalisht e deklaroj publikisht shtetin se një fare se ekziston. Derisa shteti mos se mnjef personalisht. E las një banor të Thethit. Kam frikë pakete e maleve që e kam një gjua, që kjo më shqetëson ma shumë se asnjë, se do jenë investitor strategjik që kanë para me thasë edhe nuk kanë se ku i lajnë vazhdojnë për malet tona. Jam nër dhe vetmit, nër pak, mund shkojnë 24-5 gjithë bashkë, që s'kam lëviz nga Thethi. Të vinë të na shohin kushte që i kena në dimër, jo 3 muaj verë, që i ka falë vetë zoti vetë natyra. Jena i vetëmi popull në gjithë Shqipëri sot, që unë e kam shetit Shqipërinë, që malet tona janë të pa prekura. Sepse i kemi mbrojt vetë, let na i glabrojnë aj sot, let na terrorizojnë aj sot, për këta, unë jam kreti pa knashën. Ta shojnë shpinë sot, kryeministri edhe gjithë Shqipëria ku jetoj sot me familje, edhe unë gëzimin matë malë e matë parë kisha, që arrita të bëj një shpi, pakua shumë, mi u përshtatë kosë sot me, moderne, po i thëmë se moderne, po thonë ta se mos më duke gjithashtë moderne, po moderne e mirë, u gëzova, ta një latë gëzim ma humi, nuk e di se ku të mbarën. Ky është aksioni i dytë i zhvilluar në këtë zonë pas atij të muajit korrik, kur u prishën rreth 70 ndërtime të tjera. Thethi i shpallur park kombëtar dhe një ndër destinacionet kryesore turistike të veriut është prej kohësh në vëmendjen e autoriteteve për shkak të ndërtimeve pa leje.